Një ditë pas zgjedhjeve lokale 2025, shkollat janë kthyer sërish në normalitet. Jemi në shkollën 7 Marsit e komunës së Qajirit, ku kishte numrin më të madh të qendrave të votimit. Mësimi sot po zhvillohet në kushte të zakonshme. Përfaqësuesit e këtij objekti shkollor tregojnë se mbrëm deri në orët e vona kanë pastruar dhe kanë rikthyer në vendin e tyre bankat dhe karriket, me qëllim që nxënësit sot të vijojnë procesin mësimor pa asnjë pengesë. Personat përgjegjës për mirëmbajtjen e shkollës thanë se akoma po vazhdojnë të heqin një pjesë të afisheve të ngjitura në dyert dhe muret e klasave. Përgjegjësja për arsim Mjell Magashi tha se edhe në 11 shkollat e tjera të Qajirit, mësimi ka nisur pa asnjë pengesë. Si çdo proces i zgjedhjeve, të nesërmen procesi arsimor vazhdon në mënyrë të rregullt. Sot ka filluar çdo shkollë pa pengesa, të gjithë nxënësit janë në bankat shkollore, çdo gjë është në rregull. Për votim u shfryzuan gjithë shkollat e Qajirit? Po, të gjitha shkollat, pasi që edhe numri i banorëve në komunën e Qajirit është shumë i madh. Një pjesë e shkollave fillore në vend do të shfrytëzohen për votim edhe në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale.